Të dashurit e mi, Allahu te bareke wa taala, krijuesi suprem I krejt gjallëresave, njerëzve dhe gjinëve, ka kriju gjërat dhe pastaj nga gjërat ka klasifiku. Dhe ata që I ka klasifiku, I ka veçu me disa detyra. Dhe kjo është prezente në mesin e njerëzve. Allahu te bareke wa taala, krijuesi njerëzve, I ka kriju njerëzit prej te Ademi alayhi salatu wassalam, dhe është krijuesi I gjithëve deri në ditën që të ekziston kjo botë. Por në mesin e njerëzve Allahu te bareke wa taala I ka dallu pejgamberët, edhe ato kanë qenë njerëzit, edhe ato kanë qenë sikur ne, por kanë dallu nga ne se ata ju ka zbrit nga Zoti Dhul Xhelal shpallje. Dhe Allahu te bareke wa taala I ka përzgjedh. Masi që I ka përzgjedh, ju ka dhënë edhe mision. Çdo pejgamber ka pas misionin e vet. Kur u ka dërguar te populli vet, kur u ka dërguar te veni vet, Allahu te bareke wa taala ja u ka dhënë ka një mision. Në vijat e gjana, pejgamberët e kanë pas qëllimin të nxjerrin njerëzit nga adhurimi I adhurimeve të ndryshme në adhurimin e Zotit një. Dhe pastaj janë orientue bas misionit që e kanë pas prej Zotit Dhul Xhelal. Ka pas pejgamber që u ka dërguar te dikush I cili populli vet ka vjedh në peshore. Vjedhja në peshore që është edhe sot prezente në përtregjet e muslimanëve, nuk është cilësi e Islamit. Vjedhja në përgjithësi, qoftë në peshore, qoftë në metre, qoftë në metre kub, qoftë metre katror, qoftë në litre, Allahu te bareke wa taala e ka regjistruar në fejen tonë si gjuna I madh. Ka pas popull të cilët kanë bo zullume në shkeljen e fukaras dhe ngritjen e pasanikit. Dhe ajo prezent është sot. Me shkel njeriun, për shkak se është I varfër, është një prej gjunave të mëdha në dinin Islam. Por ja që është prezent sot në botë, fatkeqësisht është prezent edhe në mesin e disa muslimanëve. Në qoftë se Allahu te bareke wa taala I ka dhënë dikujt pasuri, kjo nuk do me thonë se është më I mirë se sa I tjetri. Dhe ka ardhur pejgamber I atij popullit I cili I ka vetë disu njerëzit se njerëzit nuk kategorizohen bas pasurisë edhe jo pasurisë, bas forcës edhe dobësisë, bas bukurisë edhe jo bukurisë, por njerëzit kategorizohen te Allahu te bareke wa taala mas asaj se sa është I mirë dhe sa është I keq. Sa është I afërt te Allahu Dhul Xhelal dhe sa është I larg prej Zotit. Pastaj ka pas popull të cilët janë kënd të njohur që kanë shku mas amoralitetit, kanë shku mas bigjozit, kanë shku mas alkoholit, kanë shku mas kamatës dhe kanë ardhur pejgambert me mision. Misioni I tyre o kon ta riktheje popullin dhe ta vetëdijsoje popullin që ta kuptoje se çfarë detyre ka ndaj Allahu te bareke wa taala. Dhe kështu ishte edhe me Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erdhi me mision prej Allahu Dhul Xhelal për t'i nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë, nga errësirat e shumta në iman, në Islam, në nënshtrim të Allahu, dhe e kishte një mision. Ja që ajo është tema e jonë sot, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe misioni I tij. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dhe misioni I tij. A thu vallë, cila ishte misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A ishte misioni veç me shti njerëzit me u fal? A ishte misioni me shti njerëzit me agjeru? A ishte misioni me shti njerëzit me dhon zeqat? A ishte misioni me shti njerëzit me shku në hax? A ishte misioni? Jo. Këtë këto janë vetëdijsim, njeri të vetëdijsohet çfarë obligime ka ndaj Zotit. Ndërsa misioni I Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk ishte që njerëzit të shtije të falen. Nuk ishte që njerëzit të shtije të agjerojnë.
ai ja u përcelte dëshirën e Zotit dhe kërkesën e tij, ndërsa misioni i tij është i rumullaksum në atë që ai deklaroi me gojën e vet. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, baz hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në librat e tyre të saktë të haditheve, nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala an, një shok i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, interpretues dhe përcjellës i fjalëve dhe veprave të pejgamberit alaihi salatu wasalam, thujse më tepër se një pjesë e madhe të Islamit, ai thot një ditë prej ditëve Resulullah sallallahu alaihi wasallam do t'i drejtohet sahabeve të pranishëm, duke i thonë: o ju shokët e mi, innema bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Thot, unë me të vërtet Allahu më ka dërguar me mision dhe me qëllim. Qëllimi dhe misioni dhe detyra kryesore e emja është me ju kallëzu njerëzve sa me hangër? Jo. Sa me pi? Jo. Sa me uvesh? Jo. Sa me flet? Jo. Por misioni jem është për me ju tregue sjelljen dhe moralin, për ta kompletu një irnek të bukur të moralit të lartë të mirë islam. Kjo është misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është sebepi më i madh për pranimin e islamit prej popujve të ndryshëm në botë. Mundohen të sulmojnë islamin, mundohen t'ja veshin një petk islamit që nuk është e vetja, t'i thojnë se islami u ka shpërnda me shpatë, islami u ka shpërnda dhe një popujt e kanë pranu me forcë. Jo vallahi, lexoni librat, dëgjoni dokumentarët e vërtet, jo ata të cilët mundohen ti shpikin rena dhe iftiraja fejes islame. Lexoni se si njerëzit kur e kanë pa sjelljen dhe moralin, kur e kanë pa drejtësien, kur e kanë pa mëshirën, kur e kanë pa se sa janë muslimanët më ndryshe se tjertë, kanë thonë dojna më u bo sikur jo. Dhe ajo është shkaku kryesor i pranimit islamit të popullit të Ballkanit, në mesin e tyre edhe shqiptarët që e kanë pranu islamin jo prej osmanlive. Mëse besoni atë çka ja u servojnë në rrjetin social, se xhamia në qytetin e Beratit të Shqipërisë është vite shumë më herët e ndërtume, dhe këtë dëshmon historia dhe faktet të historisë, se xhamia e Beratit, xhamia në qytetin Berat të Shqipërisë është ndërtume para se të vinë osmanlit. Kur i shikojmë librat e historisë, kanë ardhur muslimanët nga Indonezia, kanë ardhur muslimanët nga Spanja, kanë ardhur muslimanët nga venet e ndryshme, kanë pru material, kanë shit dhe kanë ble, kanë pru knena material për tregti, kanë marrë prej Shqipërisë, kanë quhe në venin e vetë, kanë bo tregti karavane në përmet detit dhe janë pranu në mesin e popullit shqiptar si njerëzit të sinqert, besnik që nuk rejnë, nuk mashtrojnë dhe sebeptar për ta pranu fejen islame. Ja që e shohim këtë shumë qartë në për libra dhe në spjegimet të historianëve se shumë popuj po e pranoj kanë fejen islame nga morali mirë. Po sot, po parashtrohet pyetja, për shka po e pranojnë ditë? Bota e Evropës dhe perëndimit dhe Amerikës dhe bota në tërësi, për shka me dhjetra ndoshta me qindra njerëzi po e pranojnë çdo ditë fejen islame, dhe ajo po reflekton edhe në Ballkan, po ndëgjojmë në për vene të ndryshme mos t'i ceki emnat, po vinë xhami para hoxhës dhe dëshmon shahadet. Për shka? Me dhunë, po s'ka më shpat, po s'ka më dhunë. Tash e pranojnë vetëm për shkak se e shohin drejtësien dhe e shohin moralin e lartë islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e lavdroi këtë misionar dhe i tha: wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti me të vërtet i e me një moral shumë të madh Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kur po i pyesim njerëzit për shka e pranove islamin,
ndoshta juve s'ju ka ra rasti me I taku, por na po takomu me njerëzit që e kanë pranu fejen islame. Dhe kur e pyesim, thot kur e kemi lexu jetën dhe biografin, dhe kur e kemi pa sjelljen e Muhammed Mustafas dhe të muslimanëve, ajo na ka shtin neve të mendojmë seriozisht për fejen e Zotit të Madh, për Kur'anin Adhim Usha. Dhe pasi që e kemi lexuar, pasi që e kemi mbaru leximin e Kur'anit Kerimit, kemi deklaruar se jemi një prej karavanit të madh që e ka emrin Islam. Por sot, pse ajo nuk është prezent në mesin tonë? Pse ajo sot na nuk po mujna me u bë sebeb me sjelljen tonë që dikan ta krejmë në fejen islame? Pse ne me sjellje më të keqe të kategorive të këqija që ekzistojnë në dunjë? Ndërsa kur themi musliman, nën kuptohet se është një krijesë e Zotit, një rob I Allahut, I nënshtruar Zotit, I cili është me sjellje dhe moral të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi krejtve nëpërmет Ebu Dherr el-Ghifariut radhiyallahu ta'ala anhu, duke I thonë, tha ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahut kudo që të shkosh, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe në qovë se ban gabim, pasoje gabimin tanë me një vepër të mirë, se vepra e mire e pastron atë keqen, wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe silluni me njerëzit me një sjellje islame, të moralit të lartë fejes islame. Kjo është porosi drejt për drejti prej Allahut nëpërmjet Xhebrailit alayhi salatu wassalam, me gojen e interpretuar të Resulullahit alayhi salatu wassalam. O musliman, sillu mirë me njerëzit, edhe me ato që janë musliman, edhe me ato që nuk janë musliman, edhe me ato që I don, edhe me ato që nuk I don, edhe me ata të cilët I ki për qefi edhe për huj, edhe me ata që nuk I je. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pyetën në xhami, than ma aktharu ma yudkhilin nas al-janna. Tha ja Rasulullah, cila vepër më së shumti njerëzit do t'i futen në xhennet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'a jape porosien e madhe me dy fjalë të rumullaksume nga goja e vet. Tha taqwallah wa husnul khuluq. Tha takvallëki te Allahu, friga te Allahu, friga prej Zotit, dhe tha sjellja e mirë I shtikan njerëzit në xhennet. Ja që sot ne ballafaqohemi me popullin ton, në mesin e popullit ton, njerëzit që si ka frikë Allahut, me automatizëm do t'i vere një sjellje e keqe dhe një moral I keq. Pastaj e pyetën, tha ja Rasulallah, ma aktharu ma yudkhilu an-nas an-nar, tha cila vepër më së shumti do t'i shtije në zjarr? Fa qala al-famu wal-farj. Tha al-famu wal-farj. Tha goja e njerit, fjalët e veta. Sot sa ka njerëzit që folin që fjalë që I thojnë nuk I menojnë, tha edhe amoraliteti. Pa moralshmëria e njerit, tha do ta shtije më së shumti në xhehenem. Ja që bota sot shkam për shkan garenin, me bollaf muhabet kot e kot, në rrjetin social, Instagram, Facebook, e kështu me radhë. Gjithë ditën muhabet, bësh muhabet, dhe gjithë ditën folet për zina. Gjithë ditën folen për sende të pamoralshme. Ja që këto janë di vepra që njerëzit më së shumti do t'i çojnë në zjarr. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu të pranishmive, tha ma min shay'in athqalu fi mizanillahi min husnil khuluq. Tha nuk ka sen, nuk ekziston sen pas imanit në Allahun Dhul Xhelal që do të peshoje shumë, dhe më së shumti që do të peshoje në ditën e Kiametit në peshorën e Allahut, se sa shka peshon sjellja dhe morali mirë. O musliman, nuk po ju thrasim në një vepër që është e vogël, nuk po ju thrasim për një vepër që është e thjesht, nuk po spjegojmë për një vepër që është me shkele shko. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha akmalul mu'minina imana ahasinuhum akhlaqa. Tha më së shumti prej imanit që realizon dikush prej besimtarve në bindjen e vet në shpirt, është më së shumti prej ative që realizojnë sjellje dhe moral të mirë.
Kemi nevojë sjellje në shkollat tona, prej nxënësve. Kemi nevojë për sjellje të mirë islame prej mësimdhënësve. Kemi nevojë për sjellje dhe moral dhe akhlak për punëtorët tonë. Kemi nevojë sjellje dhe moral dhe akhlak për ata që japin punë, për pronarët e kompanive dhe firmave. Kemi nevojë për sjellje të mirë prej evladit ndaj nanës, babës. Kemi nevojë për sjellje të mirë prej babës, nanës ndaj evladit. Kemi nevojë për sjellje të mirë prej atij që është bashkëshort, por kemi nevojë për sjellje të mirë prej asaj që emërohet bashkëshorte. Kemi nevojë për ti si domaćin i shtëpisë dhe ti i cili je një prej njerëzve që jeton në lagjën tënde, dhe kemi nevojë për një sjellje të mirë prej kojshijës tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtue ummetit ta, inna min ahabbikum ila Allah. Tha, më të dashur të Allahu, wa ahabbakum ilay. Edhe më të dashur të unë, wa akrabukum minni majlisan. Dhe më së afërmi do të jetë me mua në ditën e Kiametit, ahasinukum akhlaqa. Apo don me kon me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Apo don me pa Resulullahin dhe me pi nga dora e tij në ditën e Kiametit. Apo don që Resulullahi të dëboje shefaat dhe ndërmesoje të Zotin ditën e Kiametit, përmesoje sjelljen dhe moralin tanë. Se pejgamberi garantoi alayhi salatu wasalam se unë do t'i marr afër meje, do t'ulen afër meje, do hajnë, do pinë afër meje, do jenë kojshi afër meje, një njeri nga ummeti jem i cili është musliman, i cili ka besu Allahun ditën e gjykimit, por ka pas sjellje. Sot nuk kemi krizë për numër të muslimanëve. Numër të muslimanëve kemi shumë, por kemi krizë për musliman me sjellje dhe moral të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ana zaim, thot unë jam garantus, li bejtin fi a'la al-janna, për një shtëpi pallat në vendin më të lartë të xhenetit. Cili është vendi më i lartë i xhenetit? Ha xhamat, cili është xheneti më i lartë? Xheneti ka kategori, Jannatul Firdaus. Tha jam garantus se do ta marrë një pallat atje lart në xhenetin më të lartë të Zotit për një njeri nga ummeti jam. Kush? Sahabët bini herë u fokusuan drejt pejgamberit alayhis salam se çfarë ka më thon? Tha liman hasuna khuluquh, për atë i cili e ka sjelljen e mirë. Për atë i cili e ka sjelljen e mirë. O i ri i cili e merr trotinetin, o i ri i cili e merr motosikletin, o i ri i cili e merr makinën, o i ri i cili ki hip në autobus, o i ri i cili ki dal në trek, o i ri i cili ki shku në shkollë. Kujdes, kujdes, o rini islame shnosh që na sit dhe zemrën e kemi ka ju. Kujdes mëre si sillni me njerëzit. Bëll më tref me na për autobuza, bëll më me aprej për inati udhën me trotinet, e ta marrë shqaf shoferin, bëll më me shkaktu e trazira në trafik, ta lo shkerin midisu dhe t'i kallish ka të shmigafca. Dikush me ndonë sjellja e mirë, veç mirë dita, mirë mëngjese, mirë mrama. Nuk ka ajo sjellje. I pyetën dietar çfarë është sjellje? Tha sjellja është, Hasan al-Basriu tha, el-khuluqu, tha el-hasan huwa at-tawadu. Tha sjellja e mirë, tha është modesti. T'jesh modest, mos u bën mendje madh, mos u bën se ti këtë po di, mos u bën se ti këtë dush me kallëzu, se ti këtë dush me koni pari. Jo, shloja udhën edhe dikujt tjetër, më shiroja atë çka e ki më i ri se ti, respektoja atë çka e ki më të madh, e ki realizu sjelljen islame. Pastaj e pyetën Ahmet ibn Hanbelin, thanë o imam i madh i sunnetit, çfarë është ta sjellja e mirë? Ta sjellja e mirë është sajgia, nderi, respekti, kujdesja tha për atë që është më i vjetër dhe mëshira për atë që është më i vogël. Pastaj e vetëm njonin prej të parëve tonë të gjeneratave të parë, Imam el-Auzaiun, thanë, o imam,
Tha çfarë është husnul khuluq? Tha husnul khuluq, sjellja e mirë, tha është ademul edha linnas. Tha mos ti bëjsh të zarar dhe keq dhe dëm tjerëve. Para se ta fugish atë pampersin prej balkonit ashtu si e ki zanat. Para se ta fugish najlonin toke jon kontinjer. Para se ta losh kerin në midis jarapashës. Para se ta t'hisha një me njofsit jap shshvet ta shkelish ai cili ka prit disa tresat. Para se ti bajsh që ato shka i ban, kujtoje se Allahu Dhul Gjelal një dit ka me t'vete dhe ka me t'pyt për damin shka ja ki shkaktue tjerve. E pytën njonim tjetër, Imam Ibn Rajabin rahimahullahu ta'ala, thanë çfarë është sjellja e mirë? Tha sjellja e mirë është siguri, me ju dhon njerëzve të jenë sigurt për ti se ti nuk ju ban keq. Pastaj tha të jenë të rahatshëm në vendin ku jetojnë. Pastaj tha është sjellja e mirë beshashe, ftyrë e shkëlqishme me busqeshje kur ti takojsh qofsh e nje apo se nje. Pastaj tha tu'tiha linnas, t'ja japsh njerëzve tha një pasqyre të mirë për islamin, për dinin tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë do ta rumullaksojmë ligjëratën dhe porosien tonë për këtë ditë të madhe të ditës së xumas, ju drejtu ummetit duke i thonë silatur rahim, o ummeti jam, po ja u lo 3 porosi. Tha e para ruajini tha lidhjet farefisnore. Kujdes si flet me migjen, me dajen, tezën, hallën, kujdes si flet me mbesën, me nipin e me... Kujdes, tha e para, ruajini tha lidhjet, vizitoni me zveti. E dita, tha sjellja e mirë mes juve. Silloni tha mirë, me fjalë të mira, me vepra të mira, pa e ranu, pa e ofendu, pa e lëndu. Tha silloni mirë që t'jenë njerëzit të rahatshëm. Dhe e treta, husnul gjivar. Tha edhe bohuni kojshi, fqin, bohuni kojshilëk të mirë, tha se ata, tha ja u jap une ju një garancë, kini me pas harmoni ndër njerëzore në vetin ku jetojni, dhe Allahu do t'ja jep një mirësi, që do t'ja u zgjate imrin me bereqet. Që këtë e dojë, rahati në jetë, rahati në venin, të kena imër, t'i shojmë senet e mira dhe t'na begatoje Allahu Dhul Gjelal në ato që i posedojmë dhe i kemi në rrethin tonë. Ne lusim Allahun Dhul Gjelal, ne lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu me 99 emna që i ka dhe me cilësit e ti të i ka pastërta, të plotësume, kompletume, që Allahu t'na furnizon sjellje dhe moral të mirë, ja Rabbel Alamin. Rinien tonë Islam të udhëzon, plegjve tonë të jep ymër të gjatë dhe shëndet të plotë, të smuntit t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm t'i liron, zullum qartë me zvete helaq t'i bon, ata që e hartojnë, hiq nuk pushojnë, që muslimanve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatroft, Gjennetul Firdausin nasip në i boft inshallah. Të nderuar të pranishëm, vlezër, tash vetë se kemi hi në fazën ku përfundojnë shkollat. Dikush e ka përfundu dje sot, i kanë marrë notat, dikush ka me përfundu në që këtë javë. Obligimi i çdo prindit është që këto 3 muaj ta marrë e vladin e vetë dhe ta orientoje që mos t'i humbe 3 muaj kot. Çka duhet me bon? 2 gjona duhet me bon. E para, duhet me marrë për dorë dhe me adorzue muallimit në xhami, për ta mësue suparën, për ta mësue elifin, për ta mësue ilmihalin, për ta mësue leximin e Kuranit e kështu me radhë. Kjo është e para. E dita, ti përzgjedhni një kurs të mirë. Këtë ka obligim çdo bab. Mos thoni habelene në t'luje gazuza, në t'luje sokak, në t'luje në t'i theje xhamat e njerëzve, në t'i shqetësoje këshit. Jo, ta marrësh për dorë dhe t'ja zgjedhish një kurs. Qoftë ajo për një gjuhë të huaj të mëson, qoftë ajo në shkencë, matematika, fizika, ku e di une, ta çojsh në zanat, pa marrë parasysh, a është ajo shkenca, apo është lëmi që do ta mësoja ai, e ka obligim. Andaj bëjmë apel. Ato fëmijë që dojnë të mësojnë, imami i xhamisë Blerim Efendiu do t'i realizon inshallah taala bas plan programit që t'i mësojë Kur'an, por paralel duhet me quh o dëni zanat,
o dikun pun, jo me i lonë të jenë kurban dhe vektimi telefonit. Senin më të keq, shka mun ja jep ti si babë, vladit tanë është me adhon telefonin pa kontrol. Telefon duhet me pas, se jeta ka ecë për para, nësë mujna me jetue me ato standardet e, por atë telefon ta kesh në kontrol ti, ta kontrolësh natën shka këshirë, që shka me këshirë, ki me amarë 10 sati i thu telefonin ta losh këtu, ta kontrolësh shka lunë, që ato lojat i një të e pa në Turqi, një fmi i miti 17-18 fmi në shkollë, për shka kative lojave që i ka pa, kantera, mantera që i asi ka shkoj ka marë armën e babos i ka mitë. Dhe kjo nuk është larkë me ndodhe dhe të ne, ashtu ndodhë shka mos. I një të i pase, rinia ka janë të shku, andaj që mos dhe vere deri në atë problem, obligohet çdo prind ta kontrolloje e vladin e vetë dhe ta qoje ati ku duhet me qu. Që të hece kjo shoqëri për para, ky vatan për para, ky millet për para, dini islam të krenohet me gjeneratat që do të vinë, që të bohen spaku për veti. Supti kur gjosi ta qesh me mësu me ndru ulljen e kerit, apo me ndreq një shteker të strujës, apo dishka në zanat për veti ka me dit. Njeri sa shumë di qa që dhe peshon, lusim Allah në gjeleshan e vlak ton t'i udhëzon, inshallah, nga gjdo e keqe dhe servim i keq, i kot t'i mbroje Zotit Dhul Gjelal, dhe ju dhash të mira prindve që mundohen t'i udhëzojnë dhe t'i edukojnë fëmijët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru da'wa.